Pas më shumë se një muaj protestash, revolta qytetare në Tiranë ka hyrë në ditën e 39 të saj. Qytetarët u mblodhën sërish përpara kryeministrisë duke përsëritur kërkesat për dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama dhe ndryshimet e modelit politik që sipas tyre ka ndikuar në funksionimin e institucioneve dhe zhvillimin e vendit. Lëvizja shqiptare, e cila nisi fillimisht si reagim ndaj projektit të zhvillimit në zonën e mbrojtur të Zvërnecit, Vjos-Nart, u shndrua më pas në një protestë kundër qeverisë dhe mënyrës së funksionimit të sistemit politik. Gjatë ubimit, protestuesit përsëritën sloganet e tyre në ditët e fundit, ndërsa organizatorët theksuan se kërkesat mbetet të padryshuara: largimi i qeverisë, krijimi një administracie teknike tranzitore, reforma në sistemin politik dhe rishikimin e ligjeve që sipas tyre favorizojnë interesa të veçanta. Në fjalimet e mbajtura nga podiumi u ngritën dhe kritika ndaj vendimit të qeverisë për financimin e koncertit të Kanye West, ndërsa organizatorët njoftuan një protestë kombëtare në 11 korrik në ditën kur ishte planifikuar zhvillimi i aktivitetit muzikor në Tiranë. Pavarësisht kalimeve të javëve, organizatorët deklaruan se pjesëmarrja e qytetarëve dëshmon vijimin e pakënaqësisë publike dhe se protestat kanë hyrë në një fazë të re të qëndresës. Bulevardi përpara kryeministrisë vijon të jetë pika kryesore e grumbullimit të protestuesve, të cilën deklaruan se do të vazhdojnë mobilizimin deri në realizimin e kërkesave të tyre.